Në Hamidhe QKF Shkodër është zhvilluar faza finale nivel qarku e festival teatrove të shkollën nëntëvjeçare. Në këtë festival garuan 4 zëva të qarkut: zëva Shkodër, Puk, Malësia e Madhe, zëva Vojdes. Drejtuesja zëva për Shkodër Brisi Lekadia tha se skuadra fituese do përfaqësojë Shkodrën në nivel rajonal. Sot zhvillohet festivali i teatrove të shkollave nëntëvjeçare në nivel qarku. Në fakt po zhvillohet në Shkodër dhe si edicion i parë në nivel qarku është vendosur të zhvillohet në Shkodër, por me vitet e ardhshme me patjetër do rri duke qarkulluar edhe në zyrat e tjera vendore arsimore, në mënyrë që të kemi edhe më integrim mes nxënësve, por edhe të njohim pak edhe rajonet e tjera. Është një konkurim mes 4 skuadrave, 4 zyrave vendore arsimore, të qarkut të Shkodrës, është Puka, Malësia e Madhe, Vaudesi dhe Shkodra. Janë shkollat fituese të këtyre zyrave vendore që do konkurojnë tashme me numrat e tyre. Skuadra fituese, që do dalë nga dita e sotme, që do vlerësohet nga juria profesioniste, si që keni parë, janë aktorët e teatrit Migjeni, dhe kemi edhe aktorët të dalë nga festivali i teatrove të shkollave të gjimnazeve. Skuadra fituese do na përfaqësoj pastaj në nivel rajonal. Do jepen çmimet e skuadrave fituese, do kemi një çmim të parë, një të dytë dhe 2 të treta. Çmimet do jepen nga Këshilli i Qarkut, duke qenë se edhe konkurrimi bëhet në nivel qarku dhe besoj që është një format shumë i mirë për të përfshirë edhe institucionet e tjera vendore që me shumë dëshirë janë shprehur për të qenë mbështetje arsimit dhe nismave që jo vetëm zyra vendore arsimore bën, po edhe Ministria e Arsimit bën. Vlerësimi i trupa pjesëmarrësve u bë nga një juri profesioniste.